Drejtues së seancës që në datën 19 kanë paraqitur një kërkesë për një proces pyetje përgjigje këtu me Ministrin e Shëndetësisë edhe Mirëqenien Sociale. Natyrisht jam referuar një çështje të caktuar për cilën kam folur disa herë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, ajo që ka të bëjë për mos funksionimin e një qendre shëndetësore në njësinë numër 5 në zonën e Irfan Tominit. Dhe mendoja që ishte momenti i dur për të marrë një përgjigje më në fund pas 3-4 muajsh. Nga ngritja e këtij shqetësimi apo krijimi i këtij shqetësimi në komunitet. Jemi në mes apo në pikë të themi më mirë të periudhës së gripit dhe natyrisht mira njerëz atje në atë njësi, edhe në atë zonë, nuk marrin dot shërbim shëndetësor në kohë dhe në kushte optimale për shëndetin e tyre. Që do të thotë që kërkesën për pyetje kanë paraqitur në datën 19 janar. Sot jemi në datën 3 shkurt. Po lëmë njëam faktin që rregullorja ka 5 nene për 3 lloje, 4 lloje të ndryshme pyetjesh. Dhe që nuk e gjen dot në asnjë rast se kur mund ta marrësh përgjigjen. Fillon me 1 javë dhe mbaron me 3 javë pritje. Ndërkohë që ata njerëz atje prej 4 muajsh janë në nevojë. Mendoja që duhet ishte edhe shqetësim i vet Ministrit të Shëndetësisë për të ardhur për të kthyer një përgjigje pikërisht për këtë gjë. Sa më parë dhe mundur. Sa më parë dhe mundur. Dhe po ja u them, çdo mënyrë tjetër e marrjes së përgjigjes është e zauruar. Dhe natyrisht unë nuk pres përgjigje këtu në sallën e Kuvendit, që ja se po dua ta shikojmë se kështu se ashtu e tjerë me radhë. Se po hym në muajin e 5 me shërbim shëndetësor të kufizuar për edhe njerëz atje më ta. Po përgjigje shumë qartë kur kthehet qendra shëndetësore në zonën e Irfan Tominit. Kjo është e para. E dyta, i referohet një tjetër proces i rregulluar me rregullore. Kërkesat për marrje informacioni. Tani janë të dy instrument të kontrollit të qeverisjes. Ka institucione që nuk përgjigjen, ka institucione që ti i pyet për vezë të përgjigjen për bomba. Jo për vezë, s'të kthejnë përgjigje kur. Dhe më e keqja është ndërpresjen dhe komunikimin. Tani kam me tatimet korrespondencë të fundit që më datë 21 nëntor. Dhe nuk kthen përgjigje, refuzon të kthej përgjigje. Pse se si pëlqen ajo që i them unë këtu? Po punë e madhe shumë. Se si pëlqen. Të kthej përgjigje për aty që pyetet.